Policia finlandeze zbuloi hajdutin e makinës në mënyrën më fantastike që nuk do ta besoni. Në vitin 2008 në Finland u vodh një makinë luksoze. Dihet që gjëja e parë që bën, policia kërkon gjurmët e gishtave apo edhe fijet e flokut, ose nëse hajduti është një duanxhi, kërkojnë bishtat e cigareve, ose për shtymën që përplas shpesh në tokë një duanpirës. Por ajo që ndodhi kësaj here te i kalon çdo imagjinat që keni. Pra dëgjojeni me kujdes. Ngjarja ka ndodhur në Seinäjoki. Makina ishte vjedhur në qershor, në Lapura, rreth 25 kilometra nga vendi ku u gjend, dhe rreth 380 kilometra në veri të Helsingit. Policia makinën e gjeti pranë stacionit të trenit të Seinäjoki. Pasi mbritën në vend, policia inspektoi makinën e vjedhur në çdo cep, poshtë sedileve, në bagazh, në kruskot, te paradielli apo edhe tek ndenjëset, se mos kishte mbetur në një fije floku, por asgjë prej gjëje. Shefi policisë u kishte kërkuar që ta gjenin me se s'bën hajdutin, dhe ata vazhdonin që të kërkonin. Një veteran, i cili ishte një polic prej shumë vitesh në shërbim dhe kishte ardhur momenti që të dilte në pension, ishte ulur në një cep të trotuarit, duke pirë një çaj të ngrohtë që kishte sjell nga shtëpia. E teksa i dëgjonte kolegët që ankoheshin se si do t'ja bënin, sepse nuk ishin gjetur asnjë shenjë, ai u ngrit në këmbë e dal ngadal shkoi tek makina. Aty nuk preku asgjë, por vrojtoi çdo milimetër të makinës dhe pa pritmas diçka. Në pjesën e mbrasme të mbulesës së bagazhit pa një mushkonjë të vockël, me këmbë përpjet, që kishte kohë, që kishte ngordhur, por ajo e kishte barkun ende të fryrë. Shumë pak, por nuk ishte tharë komplet. Dihet që kur mushkonjat pickojnë, thithin gjakun dhe aty brenda padyshim gjendet ADN-ja e personit që ka pickuar. Ky material gjenetik mund të mbetet i identifikueshëm për një periudhë kohe të caktuar brenda insektit. Dhe inspektori e dinte mirë që ajo mushkonjë mund të kishte kafshuar këdo në makinë, ose ndoshta jo, por ky ishte i vetmi detaj në këtë çështje që mund edhe të zgjidhej. Dhe ç'është e vërteta, e gjithë çështja mbahej vetëm në këtë fije floku. E kështu, veterani e mblodhi në një copë letre e pasi e futi në një qese të vogël, ja dha ekspertit. Gjaku i pranishëm i mushkonjës u analizua në laborator mjekoligjor dhe profili gjenetik i personit u gjet. E për çudi i pajtueshëm me një të dyshuar që tashmë ishte i njohur nga autoritetet. Pra ajo mushkonjë nëpërmjet testit ADN-s i çoi tek njeriu i duhur. Dhe ata mundën që të hapnin hetimin. E kështu më vonë rezultoi se ishte rruga e duhur, sepse pasi e morën në pyetje personin, ndonse i dyshuari mohoi vjedhjen, më pas ai e pranoi dhe çështja u zgjidh, pikërisht pra nga një mushkonjë vockël. Do t'ju lutesha kush nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos dhe lini komentin tuaj. Ju faleminderit për mbështetjen. Ky është një shembull konkret që të bën të kuptosh se sa e vështirë është puna një eksperti hetimor. Por edhe sa i kujdesshëm duhet jetë, sepse përveç përvojës mjafton një detaj i vockël, që mund edhe të duket i pavlerë, por mund të ndryshojë çdo gjë. Sot me mikrobiologjinë dhe testet laboratorike, njëkohësisht edhe me teknologjinë e avancuar, për ekspertët është më e thjeshtë dhe është e pamundur që të mos zbulohet çdo lloj çështje. Por kjo, sidoqoftë, mbahet si çështja më absurde policore. Ju, çfarë mendimi keni? Po në Shqipëri, Kosovë, Maqedonia apo Maltëzi, apo dhe vende të tjera, a kanë zbërthyer çështje të tilla? Pres komentet tuaja dhe shpërndajeni.